Kuptova në të gjitha të çka thatë, por nëse ju bëj një pyetje më drejt për drejt, nëse SPAK do të godiste nesër një personalitet apo një figurë politike me të cilën ju jeni pranë apo shumë pranë, do të kishit të njëjtin mendim për SPAK-un? Kam qenë pranë në Sali Berish. Keni qenë, po s'jeni më? S'jam më, për disa arsye, njëra prej të cilave ishte fakti që u bë pjesë e jo goditjes, po një procedimi penal prej drejtësisë. Dhe jo vetëm kaq, po edhe për arsye të tjera, në fakt ndarja që ka ndodhur me të, nuk e kam fare këtë dilemë. A do të ishte i njëjti standard? Nuk e kam fare këtë dilemë, sigurisht i njëjti standard. E dini pse? Për faktin se një gjë mund t'ua them unë edhe për shkak të përvojës profesionale, ju thash që kam qenë dikur edhe operator i drejtësisë, asnjëherë nuk ka ndodhur, të paktën deri më tani, që t'jenë filluar procedime penale në drejtësinë aktuale, po doni ju dhe në drejtësinë e dikushme, pa një motiv, pa një shkas, pa një fakt. E duke qenë kështu... Për t'ju përgjigjur pyetjes time më direkt. Po, duke qenë kështu, atëherë përgjigjemi është fare e thjeshtë. Ati mikut, kolegut, tim të afërt, do t'i thosha këtë gjë. Kur ke vendosur të shkelësh ligjin, nuk më pyete, nuk më more një këshill. E përsa kohë e ke zgjedhur vetë të shkelësh ligjin, të përballesh vetë me ligjin dhe me drejtësinë. Do e thonit këtë kaq drejt për drejt? Kaq drejt për drejt, kaq drejt për drejt. Çfarë i keni thënë ju Berishës? Po përpiqem i kam thënë këtë gjë që ti nuk na sjell, e konsideroj edhe vetë pjesë të PD-s, nuk na sjell më në pushtet. Kur ja thatë këtë? Që t'ja kujtojmë dhe publikut. Kur ka qenë momenti që ju... Ditën kur është dhënë vendimi nga ana e gjykatës së shkallës parë për çështjen e Vulës, e fitoi Berisha në atë kohë, çështja e Zhukri, dhe kur erdhi në një mënyrë triumfatore në zyrë në selinë e Partisë Demokratike, kam qenë aty së bashku edhe me kolegu Nagalliu, kështu që kemi edhe dëshmitar, dhe bashkë edhe me një koleg tjetër. Këtë i kam thënë. Me që ma përmëndët, zotin Berisha, zoti Ali Beja, ju keni qenë në njerëzit pranë ti, apo pranë, e kemi bërë njerë këtë diskutim bashkë, ju kam pyetur pranë familjes, pranë vajzës, më keni kundërshtuar në një farë forme, apo jo, nuk e di nëse kujtoj drejt. Nuk kam qenë as afër familjes, as afër vajzës, as afër djalit, as kujt tjetër. Afër zotit Berisha, po, ministër i ti, njëri cili ju besonte, i besonit, në atë kohë e mendonit se SPAK do të godiste Berishën dhe ju do të kishit këtë qasje? Për të sqaruar shumë shkurt atë që do të thatë pak më parë, unë nuk kam kaluar dhe se kam bërë karrierën time politike, kaluar në për kanale familjare apo preferenciale. Po pse ka dalë kjo historia që keni qenë shumë mik i mirë edhe i vajzës doktorit? S'kam pas asnjë lloj njohje, me thënë të drejtën. Asnjë lloj njohje me të. Tash me askën nga ata, unë kam qenë dikur gjyqtar në vitet 2000, po e përsëris për 3 herë, nuk do e përsëris më. Më pas u largova nga ajo detyrë, ka qenë avokat, dhe të paktën nga viti 2001 dhe më shumë në 2003, akoma më shumë edhe në 2005, kam qenë një nga avokatët të cilat mbroja Partinë Demokratike në proceset qoftë në KQZ, qoftë edhe në kolegj zgjedhor. Më pas në 2005 ndodhi kopi, dhe që aty ka qenë unë isha afër, po themi, Partisë Demokratike, dhe kështu ndodhi, po themi, përfshirja. Kështu që ka asnjë nga këto rrugët preferenciale. Konflikti juaj me Berishën ishte politik, kulturor, vizion për partinë, apo si, çfarë më motivon? Konflikti nuk është as konflikt personal, as gjë s'kam pasur me të. Sigurisht nuk kam pasur, po themi, dikur, kam pasur edhe në qeverisje. Në ato kur ishte kryeminist, unë isha deputet. Shumë pak mund ta kujtojmë, po unë kam pasur edhe një lloj sjellje, aq sa që mund të mbaja në atë kohë, ndryshe nga ajo se çfarë shifja, të paktën nga 2009 deri në 2013. Për shumë nga çështjet të rëndësishme, unë kam abstenuar, kryesisht për ato çështjet e drejtësisë, me thënë të drejtën, po kam abstenuar, kam dalë kundër. Unë edhe 2-3 kolegë të mi të atëhershëm. Mbas 2013-s kam qenë qartësisht, po themi, i rifutur edhe një herë. Ta pranoj vetë këtë, i rifutur në Partinë Demokratike, sepse besoja realisht, me thënë të drejtën, që ikja e Sali Berishës ishte e sinqertë, ishte finale, dhe për Partinë Demokratike ishte nevojë që të jepte shenjën, shembullin e rifreskimit të elitave. Siç i ka hije një partie që është antitezë e një bunkeri partijak, siç është Partia Socialiste, pjellë e Partisë Punës.
Pastaj, më vonë, në 2021, historia është e ditur, qartësisht midis raportit që do duhet mbaj një shqiptar me gjitha, jo më një demokrat, që po, midis linjës pro-amerikane, euro-atlantike dhe sikletit që mund të ketë për ish kryetarin, zgjodha pas një lloj më dyshje, faktin që ajo parti ka lindur prej frymës perëndimore, do duhet të ishte gjatë gjithë kohës e tillë me mbështetjen e tyre. Fatkeqësisht, historia nuk më dha të drejtë. Tani, më tepër, le të themi, ose po ja u bëj pyetjen, e keni vlerësuar apo nënvlerësuar peshën e Berishës përballë elektoratit? Flas për një kohë të shkuar, por edhe aktualisht. Për të qenë i sinqert, nuk kam bërë nga këto lloj vlerësime apo në vlerësime, unë kam besuar, ta them edhe këtë, kam besuar tek aftësia e tij që do të vinte, kapaciteti i tij, interesi po të doni ju edhe publik që do të vinte një moment që ai do ta kuptonte faktin që boll është boll për këdo, edhe për atë. Dhe se përkundrejt, po themi nga njëra anë vuajtjes, dhimbjes, diskriminimit që i ndodhte mbështetësve të Partisë Demokratike nga njëra anë dhe faktit që po ngrihej gjithmonë më tepër një sistem i përngjasuar me një regjim, ai do të kishte aftësinë që të bënte daljen e vet si një akt, dhe ja kam thënë edhe në mbledhje grupi, kujtova, do të ishte një akt që do ta nderonte atë në sytë e demokratëve shumë më tepër se çfarë do lloj njolle që mund t'i vinte për shkak të dizenjimit si non grata. Ja kam thënë në sytë të deputetëve në atë kohë, janë aktualisht një pjesë dëshmitar që do t'ishte akti i vetëm final që do t'i jepte nder dhe respekt në sytë e demokratëve. Nuk e bëri, edhe është këtu ku është. Kështu që nuk bëj nga këto vlerësimet as vlerësu, as në vlerësuar, unë e kam njohur si një personazh politik vërtet me rëndësi në historinë e Partisë Demokratike, po doni ju edhe të Shqipërisë, deri në kohën kur kam qenë bashkë me të, kam menduar që midis pozitives dhe negatives, pozitivja ishte ajo e cila mbi zotronte. Historia mbas 2021-shit, me sa duket, i vuri një kapak të zi për mua të gjithë karrierës vetë politike. Në këto kushte, teksa Partia Demokratike ka zgjedhjet në datën 23 maj, shumë është folur për kandidatë që mund të ishin përballë Berishës, përjashtohen, skualifikohen, vetë përjashtohen, dhe këtu i fus të gjithë. Madje edhe rastin e fundit të Mjekës, e cila pati dhe reagimin pas skualifikimit dhe ka quajtur të paligjshëm, nuk bie dakord, por edhe që nga rasti Saliani, ndoshta të ndalim pak më tepër, garë në Partinë Demokratike? Kurse si s'është garë. Nuk është garë, jo ajo. Çfarë e quani ju? Nuk është asnjë ushtrim logjik brenda një grupimi, se çfarë sensi ka nëse ti e quan garë, rregullat e tyre brendshme e quajnë garë, statuti i quan garë, bën një diçka të tillë, përjashton, se ky është termi, përjashton të gjithë ata të cilët formalisht kanë të drejtë të kandidojnë, që nga zoti Saliani, nga zonjush Balliu, Alessia Balliu, po. Zonja Kokalari kanë përshtypjen, po edhe zonja Merheme. Sela. Po. Formalisht, sipas statutit të asaj partie, mjafton të kenë antar të Partisë Demokratike, se ky është i vetmi kriter i qartë, të kenë dhënë kontributin e tyre, kanë përshtypjen kontribut, kanë dhënë të gjithë, pavarësisht se mediatikisht ndoshta zonja Sela jo ai shumë, por të paktën tre të tjerët, Saliani po e po. Po ndoni jo dhe zonjush Balliu, po Kokalari po e po, për Kokalarin të them edhe gjën tjetër, ka qenë nga të parat në rithemelimin e Partisë Demokratike, kështu që nuk do të kishte kurse si. Pse nuk u lejua Saliani? Dhe të mos lejosh këta, dhe të lejosh, se nuk e di, ka regjistruar apo jo Sali Berisha këtë, nuk e di, s'ta them dot, por të regjistrosh për kandidat dikë që sipas rregullave të tyre nuk duhet të kandidojë, se i ka të dyja anët medalja, përjashtuar ata të cilët kanë të drejtë dhe lejuar atë që nuk ka të drejtë. Në këtë rast besoj që kjo jo vetëm s'është garë, nuk është as fars, por është një trishtim i madh. Është një trishtim i madh në fakt që ta them këtë, faji nuk qëndron vetëm
tek Sali Berisha. Inercia, mënyra se si është, po themi, skalitur në jetëgjatësinë e vetë politike, po doni ju dhe mosha, po doni ju dhe interesat që e rrethojnë, sigurisht e kam bërë si një lloj sjellje të detyrueshme të tij. Në fakt, një peshë të madhe, të fajt, kanë të gjithë ata të cilët i rrinë përreth. Dhe ky është një ushtrim i madh social, është një eksperiment social që ndodh në Partinë Demokratike. Berisha ato i quan njerëz me shumë kontribute për shembull Partinë Demokratike, që nuk është se ka asgjë të keqe që të jetë pranë, dhe gjithmonë flitet në emër të statutit, se kështu thot statuti. Ju çfarë më thoni, zot Elber? Statuti thotë që kush humbet zgjedhjet, po pra. Dhe këtu s'ka asnjë lloj. Neni 46, Neni Basha, kush humbet zgjedhjet, ikën pa kthim. Sali Berisha humbi zgjedhjet dhe duhet ikë pa kthim. S'ka të drejtë as kandidoj. Ndërkohë të tjerët mund të kandidojë kushdo, sepse kanë vendosur aty edhe çështjen e meritokracisë, kanë vendosur çështjen e aksesit dhe të drejtës së kandidimit e me radhë. Por po thosha këtë dhe më lejo ta them edhe këtë gjë sepse është shumë e rëndësishme, shumë shkurt.